Psikologu thotë se kafshimi i thonjve është një mënyrë për të mbrojtur veten. Truri është një makineri mbijetese. Ai nuk është programuar për të optimizuar lumturinë dhe mirëqenien tonë, por për të na mbajtur gjallë, thot ai. Truri ka nevojë që bota të jetë e parashikueshme. Nuk i pëlqejnë surprizat dhe nuk dëshiron të na zërë të papërgatitur. Ky mekanizëm mbrojtës funksionon mbi një parim themelor. Truri preferon më mirë të përballet me sigurinë e një kërcënimi të kontrolluar dhe të njohur, sesa me mundësinë e një kërcënimi të panjohur dhe jashtë kontrollit. Në shumë raste, njerëzit që kanë zakone si kafshimi i thonjve mund ta kenë nisur këtë sjellje në momente ankthi, dhe më pas ajo është zhndërruar në një veprim të përsëritur dhe të mësuar. Edhe pse ekzistojnë këshilla praktike për ta ndaluar zakonin, si prerja e thonjve më shkurt apo përdorimi i produkteve kundër kafshimit të thonjve, në vend të kësaj duhet të kuptojmë funksionimin e këtyre sjelljeve dhe frikërat që fshihen pas tyre dhe nga të cilat ne po mbrohemi. Prandaj, herën tjetër që kafshoni thonjt, mos i quani veten të dobët, por pyete: nga çfarë po përpiqet truri im të më mbrojë? Sepse nuk ka zgjidhje të shpejta, ka vetëm kuptim.